Dashi. O Dash, bura grua qofsh, pse duhet punosh më shumë se të tjerët? Pse duhet të të bjerë ty bara të kompensosh në një ide që të ndonjërit që përton apo që nuk është i aftë ta bëj? Pse duhet të jesh ti trimi apo trimëresha që jep zgjidhje problemeve dhe zbut vështirësitë kur duket sikur askujt nuk i intereson edhe pse gjëja ka marrë rrugullimin? Ta shpjegoj unë. Dash, bura grua qofsh. Kjo ndodh sepse ti je në një fazë korrektimi shpirtëror e psikologjik. Je në një fazë që po korrigjon gabimet e së shkuarës dhe po paguan borxhe të vjetra kur as ty nuk të interesonte ajo gjëja që ishte duke u bërë për të cilën duhet ishe më i ndërgjegjshëm apo më e ndërgjegjshme apo më e përgjegjshme. Pra, është një fazë kalimtare në të cilën ti Dash, bura grua qofsh, po ndreq gabimet e së shkuarës dhe për mua je në rrugën e duhur, edhe pse duket sikur të gjitha përgjegjësitë ti kanë lënë vetëm ty.